Shqipëria shënoi përparim me një pikë krahasuar me vitin që shkoi në raportin e ri vjetor të organizatës Freedom House për lirinë në botë, duke mbërritur tashmë në nivelin e 69 pikëve, më shumë se çdo vend tjetër i Ballkanit Perëndimor. Pas vendit renditen me radhë Mali i Zi me 68 pikë, Maqedonia e Veriut me 67, Kosova gjithashtu ka përparuar me 1 pikë, duke mbërritur në 61 dhe Bosnia e Hercegovina me 54 pikë, teksa Serbia renditet e fundit në rajon me 53 pikë. Shqipëria ka një histori zgjedhjesh konkurruese edhe pse partitë politike janë mjaft të polarizuara dhe shpesh organizohen rreth figurave kryesore, theksohet në raport. Liria fetare dhe ajo e tubimit respektohen në përgjithësi, edhe pse korrupsioni mbetet shqetësues, qeveria po punon për të luftuar korrupsionin në sistemin gjyqësor, nënvizohet më tej. Në tërësi, rezultati shihet si dëshmi e faktit që përpjekjet për forcimin e sundimit të ligjit dhe pavarësinë e gjyqësorit kanë dhënë rezultate konkrete. Raporti i këtij viti mbulon në zhvillimet nga 1 janari 2025 deri më 31 dhjetor 2025. Freedom House vlerëson në hulumtimin e saj zhvillimet në 195 vende dhe 13 territore në mbar botën, duke analizuar të drejtat politike dhe liritë qytetare.